Dashikues, nis edicioni i tretë i forumit ndërkombëtar për gratë, për paqen e po ashtu edhe për sigurinë. E lidhur me këtë temë, me ndihmën e kolegës sonë Gane, nga nimjet e Baliu Kurtishaj, do të kemi një intervistë. Po pra sot nga ora 10 fillon punimet edicioni i tretë i forumit ndërkombëtar për gratë, paqen dhe sigurinë. Kam të ftuar Learta Hollaj, shefe e stafit të kabinetit të presidentes, me të cilën do të informohemi më shumë detaje rreth këtij edicioni. Nga ora 10 tashmë po duket që gjithçka është gati, ndoshta janë edhe përgatitjet e fundit. Është gjithçka gati për edicionin e tretë? Është absolutisht gjithçka gati, po ju siç e dini në forume të tilla të mëdha ne përgatitemi deri në sekondat e fundit, ka çdo herë zhvillime, mirë po të gjithë duken të qetë, duken të buzëqeshur, kemi një ditë të bukur me diell dhe mendoj që kemi një fillim të mbarë. Kanë arritur, sot do të ketë delegacione të shumta nga vende të ndryshme, rajone dhe bota të rëndësishëm. Kanë arritur të gjitha apo do të arrijnë në ndërkohë? Edhe në këto çaste që ne po flasim, ka një ekip e cila po qëndron në aeroportin ndërkombëtar të Prishtinës dhe po jemi pret ata, por derisa ardhet në Prishtinë kanë filluar që para 2 ditëve, kështu që në fakt forumi ka pothuajse 48 orë që ka filluar me të gjitha pritjet, takimet bilaterale, pritjet dje që kemi pas për një kredi të shtetit, takimet që kemi pas në presidencë, kështu që e gjitha me merr pothuajse më tepër se sa ajo që shihet në 2 ditë të 48 orë, mirë po deri me tani jemi jashtëzakonisht të kënaqur. Darta, ajo që është më e rëndësishme është ajo se çka do të diskutohet, çka do të diskutohet këto 2 ditë gjatë këtij forumi. Atëherë ky vit është një vit i veçantë, është jubileu i agjendës për gratë, paqen dhe sigurisë, sepse është 25 vjetori dhe e gjithë bota ka aktivitete të ndryshme të cilat fokusohen pikërisht në këtë agjendë. Mirë po ajo çfarë kemi bërë ne këtë vit të ndryshe nga vitet tjera, përveç që vëmë gjithmonë theksin të rejësia e përfshirjes së grave në proceset të paqes dhe të sigurisë, kemi shkuar një haptutje për të folur për rëndësinë e ndaljes së luftave dhe konflikteve, për të krijuar mundësi për fëmijët dhe për të ndaluar humbjen e jetës së fëmijëve, sepse ashtu siç do shihet edhe sot në forum, ne do të mundohemi që përmes shembullit të Kosovës të tregojmë botës që kur është vendosur të ndihmohet Kosova që të ndalohet lufta në 99-ën, janë krijuar mundësi të pafundta për njerëz si Majlinda Krasniqi, Dua Lipa, Xherdan Shaqiri e shumë të tjerë, të cilët sot po shkëlqejnë në skenat ndërkombëtare. Prandaj është një mesazh që ne po përshojmë nga zemra e Kosovës në të katër anët të botës, po treguar rëndësinë e ndaljes së luftave dhe konflikteve, por mbi të gjitha pa ndalimit të tyre. Si temë mjaft interesante, i përmendë rastet konkrete se si ndikojnë luftat, ndoshta dikujt ja pamundsojnë që të arrijë atë për çka edhe është i lindur. Si është pritur nga delegacionet, nga të ftuarit? Si edhe 2 vitet paraprake, ky është viti i tretë që ne po rikthehemi, ka patur një jehon jashtëzakonisht pozitive, po dhe kemi përgjigje të shumta ne mbas se jemi të kaluar kapacitetet tona. Mirë po çdo herë themi që ky forum është më shumë se sa tema që e trajton, për Republikën e Kosovës është një platformë me cila na mundson të pozicionohemi ndërkombëtarisht si një shtet i cili është në gjendje të shtypur para agjenda botërore. Kjo është një prej agjendave kryesore e cila përveç se është vjen dhe buron nga Kombet e Bashkuara, është po ashtu shtyrë e NATO-s dhe për më tepër është adaptuar edhe nga Bashkimi Evropian edhe është pjesë integrale pothuajse se cilës qeveri janë në botës. Kështu që nuk është vetëm një forum që trajton një temë të caktuar, është një forum që kontribon në një agjendë botërore, por dhe njëkohësisht një forum i cili Kosovës i krijon mundësi të pafunda për të krijuar aleanca, për të krijuar partneritete të reja, por ndoshta do për të krijuar kontakte të reja me ata me të cilët ndoshta s'kemi qenë edhe shumë prezent apo aktiv ndër vite. E the që ndikon në një agjendë, i përmendëm që është luftra, ndaljen e tyre. Sa mendoni që do të arrijë të dëpërtojë dhe të ndikojë gjithë kjo forum që po organizohet? Shif një mesazh që përcjell çdo herë edhe presidentja, është që si paqja, si siguria nuk mund të merren kurrë mirëqenia. Kështu që diskutime për tema të tilla nuk mjaftojnë kurrë, sepse jemi një shembull i qartë i asaj që kemi dëshmuar që për këto ja vlen të luftosh, edhe që për këto duhet të angazhohesh në bazë ditore. Ne e dimë që në këtë moment anë mban botës ka luftra dhe konflikte të pafundta, edhe padyshim që kur e tregon një shembull suksesi siç është rasti i Kosovës, është një mesazh shpresë. Në një moment të pasigurisë, një moment të zhvillimeve globale ku ka shumë pasiguri për zhvillimet të ardhmen, njerëzit kanë nevojë të dëgjojnë për histori suksesi, për histori pozitive dhe Kosova ka mundësinë ta dajë një histori të tillë në gjithë botën. Prandaj kemi insistuar që forum të vazhdojë, të bëhet traditë dhe jemi të lumtur që po rikthehemi për vitin e tretë. Ndalemi pak të që kemi të ftuar për te kapaciteteve, kisha dashur pak më na treguar për të ftuarit, ndoshta disa, e di që janë shumë ti përmendim të gjithë, por ndoshta disa më të rëndësishmit.
Sepse të gjithë janë të rëndësishëm në cilësinë e Sa, ky forum që nga fillimi ka një format hibrid, ku ftojmë politikan nga krye shtetës, kryeministra, kryetar kuvendësh, ministra kështu me radhë, dhe ekspertë të fushës, të cilët ne i quajmë kampion të agjendës për gratë, paqe dhe sigurinë. Nuk është një forum tipik ku kemi vetëm krye shtetësh, sepse kemi menduar që për një agjendë të tillë ka nevojë të jetë ajo që quhet pjesa e politikbores dhe politika, po dhe njëkohësisht të ndërthurret me atë që bëhet në terren, me aktivizmin. Që ne këtë vit kemi prezencë që nga Karajibet deri te pjesa e Amerikës Latine, Afrika, Azia dhe normalisht Evropa. Kemi krye të shtetit që vjen nga Antigua dhe Barbuda dhe që dje keni pas rastin ta përcjellni, kemi normalisht prezencën që vjen kryetarja e kuvendit nga Shqipëria, një prezencë shumë të mirë nga rajoni, sidomos pjesa parlamentare, deputet, po dhe njëkohësisht në nivelin ministerial, ne për herë të parë, për shembull, edhe pse jemi në rajon, kemi prezencën e ministrit të punëve të jashtme të Bosnjës Hercegovinës, që për ne është një moment historik, për faktin që siç e përmenda, nuk kemi pas një vizita të nivelit të tillë, e mos flas pastaj në nivele ministeriale si në ministri i punëve të jashtme nga Tanzania dhe shumë të tjerë që mos i përmendim me emra. forumi për gratë, por që ka të ftuar edhe burra. Ky ka qenë qëllimi jon kryesor. Kur e kemi dizajnuar forumin para 3 viteve, kemi thënë që nuk duam që ky të jetë një forum ku vinë vetëm gratë dhe janë vetëm gratë prezente, sepse pikërisht mënyra për ta shtuar përpara fuqizimin e tyre është kur përfshihen dhe burrat, në mënyrë që kjo agjendë të shtyhet përpara dhe krijon kampion nga të dy anët. Dhe mendoj që me tani ja kemi dalë me shumë sukses, kemi identifikuar kampion të shumtë lokal, po dhe ndërkombëtar dhe të cilët vërtet e vlerësojnë këtë forum. Larta, nga ora 10 fillon, kisha dashur ndoshta të na tregosh se sot çka do të ketë gjatë gjithë ditës dhe si do të jetë dita e nesërme. Atëherë pjesa më impenjuese për ne është pjesa e hapjes së forumit, e cila shkon deri në 2 orë gjysmë, është një program i tërë pa ndërprerje, ku ne kemi një narracion, domethënë është një histori ku ti hyn në këtë sallë dhe pastaj përjeton një emocion të jashtëzakonshëm, ku ne gjithmonë, siç thash, mundohemi ta përçojmë historinë e Kosovës, të dëshmojmë botës se kjo që e bëjmë vjen në mënyrë të natyrshme. Angazhimi për këtë forum vjen për shkak të historisë tonë. Ne gratë kemi pas në boshtë angazhimi që nga koha e rezistencës paqësore gjatë luftës, pas luftës dhe gjatë proceset të shndërtimit dhe vazhdojnë të jenë jashtëzakonisht të rëndësishme për procese strategjike në vendin tonë sot përderisa flasim. Dhe jam e bindur që kjo do të jetë armja e Republikës Kosovës. Prandaj ky forum e ka këtë pjesën thelbësore që është hapja, pastaj padyshim vazhdohet në panele të shumta diskutimi paralele, disa sesione. Është pjesa e takime bilaterale, në këtë momente bëhet takim bilateral mes presidentës dhe ministrit të punëve të jashtme të Bosnjës Hercegovinës dhe përmbyllet me një darkë të cilën presidenti ajo shtron të gjithë mysafirëve që kanë në Republikën e Kosovës. Nesër po ashtu vazhdohet me diskutime të shumta dhe përmbyllim me një komponent që po ne ka qenë jashtëzakonisht rëndësishme, që tregojmë të gjithë mysafirëve diçka tjetër të Kosovës, pjesën tonë që është muzika, kultura, dhe do ta promovojmë muzikën e bukur, e cila është kompozuar pikërisht në këto treva, edhe do të ndodhë në qendër të Prishtinës koncerti të Fala nga Prishtina, që ndodh nesër në 8:30 dhe ju ftojmë të gjithëve, sepse është i hapur, normalisht është pjesa ulse, po të gjithë mund të marrin pjesë. Larta, jemi në fund nëse kemi shtu diçka tjetër që është më rëndësi për publikun që po na ndjek drejt për drejt, me qenë se na the që je shumë e angazhuar dhe shumë e nxjerr me kohën, mos të marrim më shumë kohë. Dua t'ju falenderoj juve si televizion, keni qenë jashtëzakonisht mbështetës që nga dita e parë e këtij forumi në vitin e parë, edhe që jeni sot me ne këtu. Edhe një herë për Kosovën, ky nuk është vetëm një forum, është një forum i cili ka kriju mundësi të jashtëzakonshme për Kosovën, na ka ndihmuar të fillojmë alianca, partneritete, po dhe ta vëmë Kosovën në qendër të diskutimeve globale dhe të platformave ndërkombëtare për trajtimin e temave të tilla dhe kaq të rëndësishme. Larta, faleminderit shumë për kohën dhe uroj që t'ju shkojë mbar gjithçka. Faleminderit shumë edhe çdo të mirë. Faleminderit. Delfina, këto ishin të gjitha informacionet sa i përket forumit, ndoshta një informacion shtesë për publikun që po na ndjek, një uftim zyrtar nga policia e Kosovës, e cila ka njoftuar që sot në segmente të ndryshme në kryeqytet do të kenë ndërprerje të herpashershme të trafikut, prandaj edhe kërkon mirëkuptimin e qytetarëve të Republikës së Kosovës për shkak e gjitha po ndodh për shkak të delegacioneve të shumta që po qëndrojnë këto 2 ditë në vendin tonë.